që jam motrën e burua, sa herën shumë dark një moment kjo plak. Kjo legjendar Roza Fati të gjithë kohës e kemi menduar që ka qenë një ato mitet e bukura, ato afërsisht mitologjira shqiptare, po dëgjon se mund të klasifikohen që si nuk e pasur me nostalgji nga familja që kemi lexuar. Në nga gjërat të pata që kemi lexuar, kam qenë shumë keq në lexim. S'kam pasur interes për ndonjë gjë të madhe, po kjo më ka pëlqyer, po nuk e mbaj mend domethënë, ose tani që i shoh dhe hera tjetër, edhe që normalisht po mundohem që edhe të interpretoj sado pak me ato aftësi që kemi, godet në një mënyrë tjetër, domethënë ajo te këmba unë nuk u preka pak, megjithëse e mbajtë normalisht, po që këto janë jashtëzakonisht shumë dark. Pasaj, po ky fis prella që ti pas e lindur në ditë të zezë me kurata jone, po se ke njëna të qivja mion, qa në ditë të zezë kishe lindur ajo, sigur se dije di që s'do, jo t'ja s'do vinte. Pas në mentor o villaj, po ja të rrire kështë në të tëra. Imagino të kështë dalë dhe kërë i vogli legend, për që mund kështë vatur vetë nëna. Qa do bëni pasat? Sa i plaku thapët po një nga vashat. Legenda. Tani morali kësaj nuk e di unë që është. Po që nuk është të këtyre këta të mëdhenj të pësuan. Që në qoftë se keni dy vlezër, e se cili ka një grua, thua një grua se plak, po ju desh, po se desh grua, thoi, okej, xhire vullnetare gruan të ndë varelisht. Për gratë si të gjojnë, që se do t'i qoni bukën, mos i qoni, që shumë nga bet, i kjo dhe përësit në një sanduic, në një pita aty, hajde. Në vesh të i qosh bukën ti në iqë këtë zemë, se që. Në përfundoni me në i murë kotë, pas të aje varilisht. Hajtë ju nëzeri me njërë. Të mysh këtë prapa sa jo nga e lotët e varilisht. Po gjithsesi, ajo Gjergji Lezalia, do më thëmë, është prapë, po. Në shjesë të këmi shumë e bukën. Mua më pëlqen goxha si mitë. E kemi të gjithë pjesa e veriut të Shqipërisë dhe shkon deri në Bosnjë e madje, Malazezët e kanë edhe bosnjakët e kanë. Është gojdhan e vjetër shumë që në kohën kur populli jetonin mirë me njëri tjetrin pa pasur probleme as fetare as nacionale etj. Prandaj. Sa shqiptare është apo ai shqiptarë, se shqiptarët janë pasardhës të live, kështu që ka një shans shumë të madh që të jetë më shumë shqiptarë se sa çdo lloj gjëje tjetër në Ballkan, por që diçka që e përforcon më shumë, domethënë, është për mendimin tim normalisht edhe fakti që balozi i zi, balozi i detit janë gjithmonë synohet dhe se tregohet me gisht kjo gjëja e keqe që vjen nga jashtë, vjen nga deti, vjen nga mali, vjen nga larg, nuk janë nga këtu. Kanë ardhur në trojët tona, apo na marrin vashur, apo na marrin delet, apo dashët, apo deshët. Dasht apo deshët? Deshtë. Një dash, dy desh. Gjithsesi. Me bukur. Këto ishin mendimi im, domethënë quick story për historinë e mbrapa të dy që lexova, por ka shumë shiko, bazamenti i kësaj normalisht, domethënë se në harova ta përmendja është tregimet e mosme shqiptare, me Trush Kuteli ose Dimitër Paska. Mos asnjëherë s'kam marrë vesh pse e kanë ndryshuar emrin që e ka bërë nga Dimitër Paska me Trush Kuteli varilisht. Po, libri që kam unë është blerë më datë 17/3/2004. E ka blerë më vlla, më duket e kam pasur që i bënin hartime apo përmbledhje me fjalët e tyre, e kam pasur diçka që i kishte të detyruar ta blinin se ishte lidhur me detyra. Edhe ky libër domethënë ka shumë gjëra të bukura, ka shumë nga këto tregime të motshme shqiptare se emri i librit është tregime të motshme shqiptare, domethënë është një çik self-explaining, kupton? Mos të
bëni kështu si bole po tash. Gjithsesi, para fjalë Roza Fati ne kemi lexuar edhe Qergji Lezali. E bia e hënës dhe diellit edhe Besa e Konstantinit janë të radhës tituj që më gjithmonë do kam pëlqyer. Edhe më vonë janë disa tregime që nga që më nuk më kalon brez, më ka qenë i vogël, domethënë nuk kam pasur ndonjë interes të veçantë, nuk i di fare domethënë për çfarë bëhet fjalë. Dhe normalisht do duhet të lexoj një herë para se ti vendos ti ritregoj. Por që përveç këtyre që unë i bëra sepse i kisha qef në të radhë, sepse janë dy nga tregimet e mia të preferuara, të tjera do i lexoj sipas radhës librit. Edhe do i në secila normalisht në audio të pastër, më thjesht diçka të lezetshme nga mbrapa që të bëhet pak sens gjëja. Mund t'ja sugjeroj jashtëzakonisht shumë t'ja u jepni këto lloj informacioni fëmijëve tuaj, domethënë nëse nuk e pse i ble as Harry Potter as gjëra nëse nuk i di këto. Normalisht e para fare po e lexova Harry Potter ja super nerd, e kupton. What the fuck is wrong? Kur lexon Harry Potter, po që gjithsesi, çfarëdo libri që mund të ketë pëlqyer ju, çfarë lloj filmi hollywoodi, budalliqe të tilla, ne kemi mjaftuar shumë material, domethënë që është i bukur. Ka edhe me shpata, me budalliqe, me gjëra është mesjeta, tregojnë pjesë të kulturës tonë. Edhe është shumë e rëndësishme që edhe brezat që vinë më mbas të fillojnë edhe të lexojnë pak më shumë, e kupton? Se unë jam kujtuar një ditë mbas birash, insomma, që ekzistonte si përmbledhje. Edhe që kemi qenë pak të zënë për podcast edhe për tema edhe një çike vështirë që ja vendosa që të bëja një njësi të vogël ku minimumi këto tregime që janë këtu te ky libër, edhe më vonë nëse është diçka që pëlqehet, edhe nga librat e tjerë ose nga autorat e tjera, ose ku dëgjon. Ti nxjerr në një format audio si fillim, më vonë video, ripërpunim tjetër. Ato jo varet gjithmonë se si reagoni juve që do e shifni, e kupton? Që ka rob që mendojnë që plaku kjo është shumë e mirë, i ka plak ko tash. S'ke qa bën, fillon le thua pralla për internet, kupton? Që varet se si çdo njeri e percepton. Megjithëse kam edhe dëshirë në fakt që të bëj edhe një version që të jetë shumë i pastër. Edhe për fëmijë, po problematika është për fëmijë. Ja, kanë ca gjëra këtu që nuk është se janë drejt për fëmijë. Po ta kesh parasysh legjenda gjërat ose magjepsia e fëmijëve vegjël fillon gjithmonë nga 4-5 vjeç, domethënë edhe deri 10 vjeç janë ato pjesët ku magjepset fëmia ose fiksohet me diçka. Edhe kjo balozi detit tu e kupton që i hapi zorët atij që e vrau ose ky tjetri kupton që morojnë kështu varilisht, kesh të bëhet me paranoja ai mos ta lej mama ndali nga shtëpia se ka frikë se moja fusin në kështjell, e kupton? Do ta gjejmë një mënyrë gjithsesi. Por deri atëherë ne do të dëgjojmë përsëri. Kështu që stay tuned, plakoj, ju lutem ndiqni, shpërndajeni nëse ju pëlqen, shpërndajeni nëse ju pëlqen. Nëse ju pëlqen, shpërndajeni, pra, vetëm thoni që sa keq është ku shifet gjë pak, që sa e keq që edhe pse është mirë është. Edhe kritika bëni nëse keni ndonjë lloj informacioni, nëse keni dieni për diçka më shumë që unë se di, për shembull, thuani like, bëni një koment, or plako pse s'e bën top shumë ose s'e bën ashtu ose ku dëgjoj. Çfarë ju vi juve në mendje? Bëni like. Normalisht. Më ndihmon që ta kuptoj pak më shumë ose pak më mirë atë feedbackun, më shumë se sa view-at, normalisht. Pjesëmarrja e vogël ka qenë edhe për një kohë e vogël deri akoma, por gjithsesi synimi është që të krijojmë një komunitet të mirë dhe për gjitha halleve të tjera, domethënë nëpërmjet
gjitha probleme politike, gjeopolitike, sociale, etj. Është mirë që ndonjëherë të merremi me gjëra të tilla që na i largojnë deri në një farë grade sot nga realiteti, pavarësisht se shumica e këtyre janë akoma në një mënyrë apo në një tjetër pjesë e realitetit tjetër shqiptar, por gjithsesi është diçka e bukur, është letërsi shqiptare, është kulturë shqiptare, është gjuhë shqipe, kështu që mendoj se është diçka që duhet të ekzistojë. Kështu që ju falenderoj për vëmendjen, ju lut për mbështetje dhe ju uroj gjithë mirat deri herën tjetër. Mirë dëgjofshim.